Ministria e Jashtme e Izraelit publikoi një hartë informuese që tregon shtrirjen e mundshme të raketave balistike iraniane, duke argumentuar se kapaciteti ushtarak i Teheranit shkon përtej lindjes së mesme dhe prek edhe pjesë të Europës. Në hartë Irani paraqitet si pika qendrore nga e cila shtrihen disa rreze që mbulojnë një hapësirë të gjerë gjeografike nga lindja e mesme deri në pjesë të Europës juglindore dhe qendrore. Sipas mesazhit të shoqëruar me grafikën, kapaciteti balistik i Iranit shtrihet përtej lindjes së mesme dhe regjimi iranian paraqitet si një faktor që kërcënon stabilitetin ndërkombëtar. Sipas vlerësimeve të analistëve të mbrojtjes, shumica e raketave balistike iraniane janë me rrezet mesme veprimi, zakonisht nga 1000 deri 2000 kilometra. Modele si Shahab 3, Qadr 110, Emad apo Khorramshahr mund të arrijnë objektiva në një rrezet deri në rreth 2000 kilometra, duke mbuluar një pjesë të madhe të rajonit dhe disa zona të Europës lindore dhe juglindore. Brenda kësaj distance përfshihen vendet me zeut lindor, Turqia, pjesë të Europës qendrore dhe disa zona të Europës juglindore. Në disa analizat publikuara së fundmi përmenden edhe qytete si Vjena, Budapesti apo Varshava si zona që teorikisht mund hyjnë në këtë rrezë veprimi. Në këtë kontekst edhe rajoni i Ballkanit shihet në disa skenar teorik si pjesë e hapësirës që mund mbulohet nga raketa me rrezet mesme veprimi, në varësi të vendodhjes së lëshimit dhe llojit të raketës. Megjithatë, ekspertët theksojnë se këto harta tregojnë kapacitete teknike të mundshme, jo objektiv konkret. Irani konsiderohet të ketë arsenalin më të madh të raketave balistike në lindjen e mesme dhe ka investuar prej vitesh në zhvillimin e këtyre sistemeve si pjesë e strategjisë së tij të parandalimit ushtarak. Publikimi i hartës nga diplomacia izraelite vjen në një moment të tensioneve të larta në rajon dhe synon të theksojë dimensionin global të debatit mbi programin raketor të Iranit. Në të njëjtën kohë, ekspertët e sigurisë theksojnë se çdo skenar i tillë varet nga shumë faktorë ushtarak dhe politik dhe nuk përbën domosdoshmërisht një kërcënim të menjëhershëm për Europën.